Në radhë parë duhet ta bëjmë qartë që presidenti i vendit nuk ka rol konsultativ e as këshillues në raport me deputetët, tashmë është në përgjegjësinë e kryesuesit të seancës që të organizoj dhe të mbledh deputetët në një seancë të radhës më së largu 48 orë nga momenti i dështimit, për shkak se nuk ka asnjë arsye që presidentja të caktojë një seancë të re. Në bazë të gjykimeve në fuqi të gjykatës kushtetuese, seanca konstituive thirret vetëm një herë, ajo mund dështoj siç ka qenë përvoja në vitin 2014 për afërsisht 6 muaj, por një herë nuk ka nevojë të thirret nga presidenti apo presidentja e vendit. Kjo nuk kupton që një seancë e re duhet mbahet më së voni të njëjtën paradite, por që proceduralisht nuk përjashtohet mundësia që qysh sonte të mblidhet një seancë e re dhe që në kuptim të përfshirjes së institucioneve tjera, unë besoj që presidenti i vendit do duhet që ta bënte qartë që ajo ka përmbushur obligimin e saj ligjor, derisa tashmë është përgjegjësi e partive politike që cilën jo vetëm me maturi politike, por edhe në harmoni me gjitha ligjet në fuqi, në mënyrë që të plotësohen kushtet formale që të votohet raporti i komisionit të përkohshëm dhe që të procedohet me dhënien e betimit dhe zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Në radhë të parë duhet që kryeministri Kurti dhe secili prej 15 ministrave individualisht e veç të deponojnë në sekretarinë e kuvendit dorëheqjet e tyre formale, në mënyrë që këto dorëheqje pastaj nga sekretaria e kuvendit ti përcillen komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve, kurdo që do të kemi një mbledhje të radhës. Andaj unë besoj që nuk ka nevojë që të humbet kohë me involvim të panevojshëm të presidentës, por thjesht mjafton që zoti Dehari si kryesues i kuvendit ta ftojë një seancë të re, që është vazhdim i kësaj seance dhe që në të njëjtën të kërkoj nga komisioni për verifikimin e mandateve që ta përcjell pra raportin edhe një herë me gjitha dorëheqjet, e që pastaj normalisht do duhet që gjitha partitë, pasi të konstatohet validiteti i tyre, të njëjta të procedojnë me votimin e raportit të komisionit, të japin betimin dhe që të procedohet me kërkesën nga partia më e madhe parlamentare që të jap emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Unë besoj që pika e tretë e rendit të ditës, ajo zgjedhjes së kryetarit, besoj do të jetë më problematike, sepse aty lëvizja vetëvendosje si partia më e madhe e dal nga zgjedhjet e nënshkurtit nuk ka asnjë kufizim kohor brenda së cilit duhet ta propozoj emrin e kandidatit për kryetar dhe në bazë të paktën 2 përvojave nga e kaluara, kur në vitin 2017 koalicioni PAN në atë kohë nuk i kishte propozuar emrin e kandidatit për kryetar në kohë, por ngjashëm edhe në vitin 2014 PDK-ja nuk e kishte bërë këtë. Ekziston mundësia që lëvizja vetëvendosje të mos e jap emrin, duke shkaktuar një blokadë të re, për shkak se edhe në atë situatë duhet që thirren seanca çdo 48 orë, por që në mungesë të një afati nuk përcaktohet periudhë brenda së cilës lëvizja vetëvendosje duhet ta dërgojë emrin, sado që në kuptim të funksionimit kushtetues të institucioneve këtë duhet ta bëjë sa më parë, por që duhet përmendur që ekzistimi i këtij 48 orëshit mund shërbej si bazë juridike për kontestim në gjykatën kushtetuese, në kuptimin e një interpretimi se a mund të konsumohet e drejta për propozimin e kryetarit të kuvendit në rast se partia që ka këtë të drejtë e refuzon ta bëjë një gjë të tillë për disa seanca me radhë, ngjashëm siç ka qenë situata në vitin 2020 kur kryeministri në atë kohë i shkarkuar zoti Kurti refuzonte që të jepte emrin e mandatarit për kryeministër, e që gjykata kishte konstatuar që e drejta që buron nga kushtetuta nuk mund të merret dhe nuk mund të interpretohet në funksion të bllokimit të institucioneve. Në fakt, duke qenë se është dashur që këto dorëheqje të deponohen jo sot dhe dje, por para disa javësh kur janë certifikuar zgjedhjet, nuk ka asnjë interpretim tjetër ligjor e logjik, sepse nuk janë deponuar dorëheqjet në radhë parë në kohën e duhur, e së dyti sipas procedurave protokollare që përcaktohen në qeveri. Normalisht, mungesa e votave të lëvizjes vetëvendosje për ta kaluar raportin është indikator që mungojnë numrat edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, por që në parim është ende hapi i parë dhe dëshimi në të është tregues mjaft i keq se mund të ballafaqohemi me situata të bllokadave institucionale.